Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë. Të nderuar miq, vazhdojmë pjesën e dytë të emisionin këtu në ordinancën Dr. Idel Jaka. Doktor, e lam të pjesa e kolonoskopisë, një ekzaminim i cilin shikim ose në tingëllim, por pak si i vështirë për ta kuptuar, po është një ekzaminim i cili besoj që edhe ju pajtoj që mund me qenë shpejtëtor nëse bëhet me kohë dhe nuk është aq i vështirë qysh paramendohet. Ne sonte do të flasim për procedurën, parasyshmërinë e bërjes së kolonoskopisë, do ta shohin edhe njerëzit, do të kuptojnë se nuk është ekzaminim edhe aq i vështirë si kujtohet në popull. Atëherë, doktor, ju keni sjellë edhe një video, po pyetja është kjo. Çfarë është kolonoskopia dhe pse duhet bëhet një kolonoskopi? Kishim pas dëshirë që ju ta aktivizoni videon edhe ta interpretoni pak a shumë. Kolonoskopia, domethënë, është në këtë rast ekzaminimi pjesës poshtme të traktit gastrointestinal. Sigurisht edhe te gastroskopia, domethënë, në këtë rast shfrytëzojmë kamerën, burimin e dritës, përmes cilës domethënë arrihet fitoni imazhet përkatësisht procese të ndryshme patologjike, të cilat eventualisht mund të jenë në traktin e poshtëm gastrointestinal. Domethënë, këtu është një video ilustrative. Domethënë, fillohet nga pjesa e poshtme, domethënë e zorës së trash. Domethënë, ky është kolonoskopi. Këtë rast këtu është kamera përmes cilës domethënë sigurohen imazhet. Këtu është burimi i dritës. Domethënë, dhe në këtë rast domethënë mund të identifikohen të gjitha proceset. Këtu domethënë në kamerë, në video pasqyrohet domethënë hyrja deri në ileumin terminal. Është shumë e rëndësishme domethënë të përmendet që në këtë rast domethënë ekzaminimi të përfundohet me hyrjen në ileumin terminal. Shpesh ndodh që për shkak të vështirësive domethënë në ekzaminim, sepse kolonoskopia ditë të jetë ndonjëherë edhe mjaft sfiduese, për shumë faktor, domethënë për shkak konstitucionit zorëve, jo rehatisë pacientit, çrregullimit të parametrave vital, mirë po edhe në rastet kur nuk realizohet kolonoskopia, nuk është turp, të themi domethënë që ekzaminimi u ndërprer, është shumë e keqe kur shkohet deri në një segment caktuar të zorës trash dhe pastaj domethënë thuhet që e kemi ekzaminu domethënë tër sipërfaqen e zorës trash. Siç e thash, domethënë shumë e rëndësishme është të futet domethënë edhe në ileumin terminal, sepse shpeshherë disa patologji dinë të fshehen pikërisht në ileumin terminal. Domethënë në atë video, domethënë këtë video u pasqyroi domethënë hyrjen në ileumin terminal. Përndryshe, siç e thash, këtu është kamera, domethënë ku sigurohen imazhet. Këtu është burimi i dritës. Kjo është domethënë pjesa ku del uji, domethënë i cili shërben për shpërlarje dhe për domethënë krijimin e imazheve sa më të qarta. Ndërsa kjo pjesa këtu janë pikërisht, ja siç shihet edhe në video, domethënë janë kanali ku futen domethënë instrumentet ndryshme, në cilat në këtë rast domethënë kanë për qëllim domethënë eliminimin e patologjive të ndryshme, siç është në këtë rast domethënë heqja e polipit, domethënë me instrument, në këtë rast domethënë me këtë lakun kapet polipi, digjet dhe pastaj domethënë hiqet. Në këtë rast me heqjen e çdo polipi është shpëtuar një jetë. Kanceri asnjëherë domethënë nuk fillon si kancer, paraprihet nga ndryshimet polipoze. Këto polipe
ose një polipi për të transferuar deri në një kancer i nevojitet diku rreth 10 vite. Prandaj domethënë në këtë rast është shumë e rëndësishme identifikimi me kohë i këtyre ndryshimeve polipoze, eliminimi i tyre, pastaj edhe kontrollat e kolonoskopike me qëllim domethënë që të mos kemi probleme pak më vonë. Doktor, pra nuk duhet bëhet kolonoskopia vetëm kur ka dikush ndonjë simptom, kur rekomandohet? A është mosha e caktuar, a është trashëgimia, cilat janë ata faktorë? Pyetje shumë e mirë, domethënë sipas rregullës kolonoskopi ose kolonoskopia duhet të realizohet tek secili mbi moshën 50 vjeçare, domethënë nuk përjashtohet askush, për shkak se mundësia domethënë pas kësaj moshe për formimin e polipeve është shumë e lartë. Përjashtim bëjnë personat të cilët kanë anamnezë familjare pozitive. Secili i cili në familjen e ngushtë ose të gjerë ka persona të cilët kanë pas problem me kancer zorës trash. Ata duhet të realizojnë këtë ekzaminim gjithsesi në moshën 40 vjeçare. Doktor, po personat të cilët e bëjnë kolonoskopin, rezultati është negativ, sa shpesh duhet përsëritet, edhe këta tjerë të cilët ka pas polipa, a duhet ndron? Po. Domethënë këtu ndryshojnë gjithsesi, në rastin kur një kolonoskopi, në rastin domethënë që nuk ka pasur asnjë ndryshim polipoz, kolonoskopia kontrolluese rekomandohet të bëhet pas 10 viteve. Në rastin kur gjatë kolonoskopisë janë vrejtur polipe, janë hequr polipet, atëherë kolonoskopia kontrolluese duhet të bëhet gjithsesi pas 2 deri në 3 viteve. Doktor, ekzistojnë disa receta para përgatitse për kolonoskopi, se cila klinik pak a shumë ndryshon, deshtë të bisedoj pak më shumë për para përgatitjen pacientit për kolonoskopi, për procedurë dhe për këto lëngjet apo mënyrën e para përgatitjes në aspektin edhe ushqimor. Gjatë ose para kolonoskopisë, domethënë një ditë përpara ekzaminimit, pacienti me përjashtim të një vakti të vogël, domethënë herë të mëngjes, një ditë përpara ekzaminimit, domethënë përgjithsisht duhet të qëndrojë esull. Domethënë ka skema të ndryshme të përgatitjes zorës trash. Në këtë rast qëllimi i përgatitjes është zora të jetë sa më e pastër, në mënyrë që mos na ikin lezionet të vogla të cilat me përmbajtje të zorëve domethënë ndonjëherë edhe mund të mos vrehen. Për këtë arsye domethënë në ditën e ekzaminimit duhet të pacienti në këtë rast duhet të marrë diku rreth 4 litra ujë zakonisht kombinuar me substanca laksative, siç tash ka domethënë mjek të ndryshëm preferojnë skema të ndryshme, mirë po e rëndësishme është në ditën e ekzaminimit pacientit ketë domethënë jashtëshitje krejt ujore e pastër e kthjellët në mënyrë, kjo është faktikisht një indikacion, një tregues që zora trash është e pastër dhe ekzaminimi mund të kryhet. Gjatë studimeve kemi rastis në disa ekzaminime kolonoskopike, doktor, në qendrën klinike universitare, nuk e di arsyeën pse, po ekzaminimet janë bërë pa sedacion ose pa anestezion dhe ka qenë pak më mundimshme, po kjo nuk bëhet më ashtu. Faktikisht, domethënë, kjo i takon të kaluarës, domethënë, sot unë konsideroj që nuk është njerëzore që të realizohet një kolonoskopi pa sedacion, sepse me të vërtetë është e papërshtatshme për pacientin, por edhe për mjekun. Domethënë, mjeku gjatë realizimit të ekzaminimit endoskopik duhet të jetë sfari i qetë, të mos jetë domethënë në veprimin e faktorëve të tjerë, në mënyrë që të vlerësoj si duhet pjesën e zorës, në këtë rast zorës trash. Prandaj, domethënë, me përjashtime kur pacienti domethënë e refuzon, të cilat janë raste të rralla, në raste të tjera domethënë gjithmonë ekzaminimi endoskopik në këtë rast i zorës trash duhet të realizohet me substanca të cilat domethënë vënë në gjumë pacientin e pastaj mund të kryhet ekzaminimi. Doktor,
Në mesatore sa gjatë një ekzaminim kolonoskopik edhe sa gjatë kjo sedacion? Këto janë substanca sedative me veprim të shkurtër, në momentin që pacienti ka përfunduar procedura e ekzaminimit, pacienti do të zgjohet. Si ekzaminim endoskopik, kolonoskopia zgjat më tepër se gastroskopia, siç thash është edhe më sfiduese. Mesatarisht 20 deri në 30 minuta, kemi pasur raste kur ka zgjat edhe 1 orë. Edhe pastaj vjen në pyetje nëse pacienti ka dhe polipe, disa polipe, çdo heqje e polipit merr kohë, varësisht prej pozitës në cilën ndodhet ai, marr në përgjithësi 30 minuta, maksimumi shkon deri në 1 orë. Zgjatja me temë më shumë se 1 orë, unë konsideroj që duhet të ndërprehet, sepse sa më gjatë që zgjat procedura, pacienti duhet të marrë më tepër, substanca sedative, me përjashtim të rasteve, kur ka ndonjë patologji që duhet të vazhdohet, për ndryshe, duhet të ndërpritet, si ekzaminim. Mirë po në përgjithësi, nuk zgjat më shumë se kaq. Dhe pacienti mandej, patjetër se duhet më orë me përcjellës, nëse është me makinë ose diçka, se nuk preferohet vozitja. Jo, as vozitja, duhet jetë në shoqërim të personit tjetër dhe në 24 orë të ardhshme, nuk duhet të ngas makinën. A ka dhimbje pas procedurës? Pas procedurës mund të ndjen të jo reatis, për shkak se gjatë ekzaminimit endoskopik, në këtë rast hipet ajër. Dhe çdo ajër përkthehet në gazra, gazrat shkaktojnë dhimbje. Në momentin që pacienti liron gazrat, edhe dhimbjet lehtësohen. Kohët e fundit, përveç insuflimit me oksigjen, gjendje më tepër kanë filluar të përdoren insuflimin me dioksid të karbonit. Dioksidi i karbonit ka një veti që 10 deri në 15 herë resorbohet prej zorëve, nuk shndron në zorë, edhe ndjenja ose ankesat e pacientit janë shumë më të minimizuara. Përndryshe, siç thash, kjo është ajo që më shumë i pengon pacientët mirë, po dhe kjo nuk zgjat më shumë se disa minuta ose edhe orë. Cilat janë ato sëmundjet më të shpeshta të cilat mund të diagnostikohen, mandej do të flasim edhe për aspektin terapeutik të kolonoskopisë. Sa i përket ekzaminimeve, përveç këtyre polipeve të cilat i përmendëm dhe identifikimin e hershëm të tyre, kolonoskopia mund të realizohet në rastet kur pacienti për shembull vjen me barkëqitje të vazhdueshme kronike, çdo barkëqitje kronike duhet të sqarohet pse arsyeën dhe shkaktarin. Në këtë rast një prej shkaktarëve për shembull është edhe koliti mikroskopik. Është një sëmundje e cila makroskopikisht nuk vrehet asnjë gjë, ndërsa me ekzaminim histopatologjik vrehen ato ndryshimet, prandaj në këto raste duhet të merren prova në tërë gjatësinë e kolonit, janë humbja e gjakut, gjakderdhjet, sikurse në rastin e gastroskopisë që përmendëm, më herët, çdo humbje gjaku, çdo anemi duhet të sqarohet me ekzaminim endoskopik. Tjetër janë edhe humbjet e padyshurueshme të peshës trupore, dhimbjet e barkut, përmes kolonoskopisë mund të identifikohen forma të ndryshme të divertikuliteve, të cilat ndonjëherë dinë të jenë, japin ankesa bukur të mëdha dhe janë të pakëndshme për pacientin. Si dhe janë edhe sëmundjet inflamatore të zorëve, morbus Crohn dhe koliti ulceroz, dy prej sëmundjeve inflamatore të zorëve, të cilat dinë të jenë mjaft shqetësuese për pacientin. Pak a shumë këto janë indikacionet të cilat paraqesin nevojën për realizimin e një kolonoskopie. Përveç largimit të polipeve, të cilat janë shumë të rëndësishme si veprim, mund të shërbehet edhe për qëllime tjera terapeutike? Mund të shërbehet, po patjetër, për shembull kemi rastin e teleangiektazive, janë ato ndryshimet e enëve të gjakut, në kuadër të zorëve, të cilat shpesh janë burimi i gjakderdhjes. Në këtë rast, përmes kolonoskopisë mund të realizohet argon plasma anticoagulation,
koagulimi, domethënë përmes gazit të argonit. Domethënë, kjo për shembull është një procedurë e cila është terapeutike në këtë rast dhe që realizohet në kuadër të një kolonoskopie. Siç thash, domethënë, heqja e polipeve pak a shumë, kohët e fundit mund të bëhet edhe këto diseksionet dhe reseksionet mukozale dhe submukozale të zonë të polipeve, të cilat domethënë kanë agravuar më shumë, domethënë, dhe kanë prekur dhe pjesën e mukozës dhe submukozës. Domethënë, të gjitha realizohen këto me procedura endoskopike. Edhe këtu materiali i cili mirret gjatë kolonoskopisë shkon në histopatologji. Po, patjetër. Nëse rezulton negativ e kuptuar, që kur duhet mu përsërit, po nëse rezulton pozitiv, si është? Domethënë, pavarësisht për çfarë sëmundje bëhet fjalë. Nëse flasim për shembull për sëmundje inflamatore të zorëve, ato sigurisht që duhet të trajtohen, domethënë ka skema të ndryshme trajtimit dhe për probleme të tjera, domethënë varësisht prej nëse bëhet fjalë për sëmundje kancerogjene, domethënë atëherë edhe ato ka skema tjera, domethënë duhet të bëhet reseksioni, domethënë atë është multidisciplinare. Po, multidisciplinare, saktë. Domethënë ato janë procedura të cilat lidhen, domethënë bordi i rreth sëmundjes së caktuar, domethënë dhe merren vendime. Doktor, në gastroskopinë, po, me ekzaminimin gastroskopik e zhvilluar pak më përpara, po ashtu edhe kolonoskopinë do ta zhvilloni në klinikën e juaj në Gjakov. Doktor, jemi ka fund e emisionit, e kom pa që merr një pjesë edhe në botimin e librave edhe si profesionist edhe si përkthyes. Është një libër shumë i mirë, ju falenderoj për dhuratë që ma keni bërë. Parasysh është nivelit pak më të lartë ose mjaft lartë shkencor në kuptimin se përdoret për mjek të cilët janë në specializim. Sakt. Ky është një libër, domethënë libër prej autorëve gjerman, domethënë të Universitetit të Hamburgut, për gastroenterologjia, për përgatitje për provim specialistik. Është një libër shumë i vlefshëm, në cilën ka marrë pjesë diku rreth 50 gastroenterolog. Është i ilustruar, domethënë, pavarësisht 50 raste klinike, domethënë nga momenti kur pacienti vjen në klinikë deri te diagnostikimi. Formë skenarëve ishte. Formë skenarëve është deri te trajtimi, domethënë është libër jashtëzakonshëm. Formatet këtilla ka edhe për lëmi të tjera. Domethënë si ide, si dëshirë ka qenë më hershme. Sigurisht edhe mua më ka kushtuar, domethënë kohë ka qenë pak sfidues edhe për mua. Megjithatë jam i lumtur që e kam prunë gjuhën shqipe dhe do të jetë në shërbim të specializantëve, domethënë të gastroenterologjisë, por jo vetëm, domethënë mund ta shfrytëzojnë edhe mjek tjerë internist, profileve tjera apo edhe kirurgët. Domethënë është libër me të vërtet bukur i ilustruar. Edhe është në gjuhën shqipe. Edhe është në gjuhën shqipe. Domethënë besoj që është i pari i këtij lloji, domethënë në këto hapësira ku jemi na, domethënë. Edhe inkurajoj edhe kolegë tjerë, domethënë lëmive tjera, sepse siç thash ka edhe domethënë deg tjera, domethënë që ta bëjnë të njëjtën gjë. Kjo është më qenë një kontribut i mirë, domethënë për specializantët që specializohen këtu. Për fund ndoshta do të jetë mesazhi që pacientët ose publiku të jenë pak më të kujdesshëm. Është mosha, edhe nëse nuk ka simptom asnjëri lidhur me problemet që i përmendën deri më tash, paraqiten vetë të mjekët gastroenterolog që ta zhvillojnë edhe në mënyrë rutinore një kolonoskopi. Kujtoj që pajtoj ju që është një domosdoshmëri sepse në këtë mënyrë mund të shpëtohen jetë të cilat për fat keq ndodh ka herë për shkak mos kujdesit ose nuk pidi arsyeve të tjera të shkuar deri te mjeku edhe zhvillohen në sëmundje maligne edhe përfundojnë. Shumë e vërtet, domethënë qëllimi i emisionit besoj që është edhe sensibilizues, domethënë tek masa që mos neglizhojnë veten. Unë njoh pacientë cilët në rrethin familjar domethënë kanë probleme domethënë me kancer zorës trash dhe prapë hezitojnë të realizojnë një kolonoskopi. Kjo është definitivisht një gabim i madh i cili më vonë mund të kushtojë me jetë. Prandaj e shfrytëzoj rastin që t'ju bëj thirrje
të gjithë, domethënë, siç thash, për mbi moshën 50 vjeçare tek ata që kanë anamnezë familjare pozitive, mbi moshën 40 vjeçare që të paktën një herë ta realizojnë një ekzaminim të traktit poshtëm gastrointestinal. Gjithsesi, do të përfund pyetja personale është e lidhur me një fakt që ju, përveç që keni talent të madh për mjekësi, keni edhe për muzikë. Edhe unë njoh vetëm edhe një mjek i cili po ashtu mirret me piano ose me pianinë ose s'qen fort i mirë në këtë aspekt. Kur gjoni kohë, ishit shumë të mirë, shka kemi mujtë me po një video. Edhe pse doktori tjetër cilën njëni edhe jo dhe unë e kemi me këtë përbashkët, pak ju ka xheluzu, po prasa pravi ju ka panu që e një ma të mirë se ai. Do të vazhdoni edhe këtu tash me... Muzika në kam si hobi, të më thonë shumë ma të mirë në muzikë, edhe bëj me knaci, të më thonë momentin aty gjejës, të më thonë vetën kur jam në situata stresit dhe ngarkese, të më thonë aty gjej vetën edhe terapia më mirë. Është e mirë, do më thonë, të lunë një instrument se cili. Edhe ato bëj me shumë knaci. Doktor, shumë faleminderit. Shpresoj që ju shumë shpejt, si e thatë edhe vetë, prej mesit korrikut, 14 korrikut, do startoni. Kjo punë është të definume, shpresoj që do të takohem edhe në misionet të radhës, edhe në sukseset të radhës juaj edhe ekipit juaj. Faleminderit edhe herë për kohën edhe për vullnetin me ju shpjegu publikut jonë gjitha këto ta quaj raste edhe shembuj edhe fakte të cilët janë shumë të rëndësishme për shëndetin tonë. Faleminderit doktor Hektor. Gjithmonë të mirë se ardhën, ishte kënaqësia ime. Të dashur miq, kaq kishim për sonte, bashkë mirë pofshim. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.